Kisha katolike në Belgjik është vënë në mes të një tjetër skandali. Mediat vendase atje e bëjnë përgjegjëse për shitjen e rreth 30.000 fëmijëve pa djenin e nënave të tyre, ndërsa kanë publikuar dëshmi të reja. Ngjarjet datojnë në një harë kohor mes fundit të luftës së dytë botërore deri në vitet 80. Gratë shtatzana për të pamartuara, siç raportohet, grumbulloheshin në institute katolike, ku ju bëhej një gjyq publik sharjesh dhe ofendimesh deri tek abuzime seksuale. Ndërkohë që foshnjat e tyre të porsalindura ju merreshin direkt pas lindjes. Nënat i nënshtroheshin ndërhyrjeve kirurgjikale me anestezi totale, me qëllim që të mos i shihnin krijesat e tyre. Menjëherë pas lindjes, disa prej nënave detyroheshin të firmosnin një dokument ku pranonin se hiqnin dorë nga fëmijët e tyre, ndërsa më keq akoma disa të tjerave ju thuaj se foshnjat e tyre kishin lindur të vdekur. Mediat shkruajnë se të porsalindurit më pas shiteshin për 250 deri në 750 euro tek familjet që kishin nevojë t'i adoptonin. Shumë prej dokumenteve nuk janë ruajtur, një pjesë e tyre janë shkatruar sipas mediave belge, duke bërë procesin e ribashkimit të nënave me fëmijët e tyre i jashtëzakonisht të vështirë. Një dëshmitare e quajtur Debi Matis, sot 57 vjeç, është njëra nga fëmijët e birësuar në ato kohë nga murgeshat. Nëna ime ishte 18 vjeç kur pati një shtatzani të padëshiruar. Pengu më i madh është që nuk e kam takuar kurrë, thot ajo. Në përgjigje të këtyre dëshmive, peshkopët shprehen dëmshurinë e tyre për dhimbjen dhe traumën e viktimave. Ndërkohë kisha bën thirrje për një hetim të pavarur mbi kushtet e përshkruara nga gratë e përfshira në këtë skandal.